Përshëndetje, thot sa fëmijë ke dhe a je bë gjysh. Përshëndetje. Sa fëmijë kam e kam përmend, po përsëris 8, elhamdulillah. Allahu me rahmetin e vet i ka fal. Gjysh pres mu bë për të 5-ën herë, elhamdulillah. Pse po i përmendi këto për m'ju tregu që mos më rrini si çuçona ka 30 vjet po martu 35 40. Se një shok jam ishtu po kesh. Më bani 20 vjet martohuni djemt vajzat. Bani fëmijë. Tjetër është kur imponohet situata, ka probleme familjare, vjen të shkurorzimi, po në kushte normale, as vet ju, pas fëmijët e juaj mos i lëni me atë sistemin e budallakum. Hajtë se i rija mune. Kjo e një familje. Unë kam shok gjeneratës teme që hala s'janë martu. Në anë të kundërt tani jemi gjysh. Martesa hershme është e bereqetshme. Leni ato sistemet, ato mentalitetet, jo, du të mu pjek djali, du të mu pjek qika. Ai që ha budalla, ka me met budall 200 vjet me dhanë zotë jymën, ka me met i tillë. Një djalë 18 vjet, 20 vjet, 22 vjet. Nuk është i ri, merr përgjegjësi. Ka hyrë në moshën e pubertetit, është pjek. Vajza që ashtu, për çka ka babën, për çka ka nanën, për çka ka vjerrit e hajrit, një nuse, një re, 18-19 vjet, 20 i ka. Ajo vjera e hajrit e këshillon, e këshyr si vajzën e vet. Kur t'i baj vajza 40 vjet, pa martu kamet, kur shkon te burri atje, vjera i ka 60 vjet, ato janë si ortake më konë njëna me tjetën, e kundërshtoj normal që s'kan me dalë, se s'ka ma ajo dashnia, ajo s'ka dashnia për vetën e vet, e le më për vjerën, kur shkan 20 vjet nuse, 19 vjet, edhe nona, vjera i ka, shamull 20 vjet, e shqyr si vajzën e vet, po flas për nuse edhe për vjerat mira, që kanë tutën e Zotit, që rejën e vet e shqyr si vajzë vet, rritet ajo, edhe psiqikisht edhe fizikisht edhe pak vite, edhe e shqyr në anë të burri, edhe kalojnë një jetë lumtër se kanë kujtimet mira, edhe lindin fëmijët. Në 30 vjet, mesatarisht, du të më kry fëmijët, po thamë kushte normale, gjithmonë po flas. Pastaj, jo, ky sistemin se në po jetojmë ne, ku kalojnë 30 vjet, 35 vjet vajza, djemt, pa kur far arsye, jo, në përqyri luksin ta. Çfarë luksi, o qyqan, o qyqajk? Çfarë luksi ti, kur i ki mundësit edhe s'dan? Thash, ata që kanë arsye, Allahu ju një moft. Keni kujt.